Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Atëre blem disa gjëra të vogla këtu në Shqipëri, jemi tek shtëpia. Burri më bleu dhe nga këto dardhët që unë ngordh. Atëre më bleu edhe pjeshk. Si që shikoni, kishte bler pjepër për Elianën, edhe zonja ja kishte dhuruar edhe një tjetër. Këto janë gjëra bio. Nuk ka më mirë, tani do t'i tregoj dhe sharshiri. Ja dhe sharshiri, do t'a presim pastaj drejt. Jemi rëmuj se po pastrojmë shtëpinë, e do t'i kthejmë këtij komendit këtu, ndro bluzën se ke 2 ditë. Ke të drejt, e kam ndrruar bluzën. Një njeri që udhton 16 orë rrugë, si pas mendimin ten, ku surratin ten do të ndroj bluzën? Makinë? O njërës pa që shithon, s'keni kapacitet fare. Jeni njërës patru. Megjithatë, ju mund të mendoni si të doni, edhe mund të llapisni sa të doni, ne ishim në rrugtim, po ktheheshim nga Italia, po vinim për në Shqipëri. Dakord? Edhe nuk ishte programuar fare, edhe që morëm hotelin në Shkodër, kemi fjetur vetëm gjumë 4 orë si të shplodheshim, robet i kishim gjitha në makinë, dhe ishte shumë e vështirë të nxinin valigjet për të marrë robe, se s'kam nevojë m'ja përshmend tia të ndroj rreckat apo jo. Shiko bluzën tënde ti. E të shikosh të kuzhina ime, është sikur ka rënë bomba. Se po laj që gjitha qelqurinat, edhe po i sistemoj. Aj që pastër ti eshti sa mua. Të përshëndes. Ja. Po ta tregoj dhe frigoriferi mina ku ja. Shiko. E bera të zizu. Ajde, pish na i mbirë se janë të ftohtë. Ciao. Laj bluzet e tua një. Se nuk më ka zënë zhulli akoma.